Kjo e martë në qytetin e Vlorës ka shënuar disa aksidente rrugore, ndërsa një tjetër ngjarje është regjistruar edhe në rrugën transballkanike. Fatmirësisht këtë herë aksidenti nuk ka sjellë pasoja të rënda për jetën e personave të përfshirë, por ka shkaktuar lëndime të lehta dhe ka rikthyer vëmendjen te siguria në qarkullimin rrugor. Ngjarja ka ndodhur gjatë orëve të ditës kur një automjet dhe një motor janë përplasur me njëri tjetrin në një nga segmentet më të frekuentuara të qytetit. Përplasja ka tërhequr menjëherë vëmendjen e kalimtarëve dhe drejtuesve të mjeteve, të cilët ndodheshin në zonë, ndërsa është njoftuar menjëherë policia dhe shërbimi i urgjencës. Menjëherë pas sinjalizimit në vendngjarje kanë mbërritur edhe efektivët e policisë rrugore, të cilët kanë kryer veprimet e para procedurale duke siguruar zonën dhe duke mbledhur të dhëna për mënyrën se si ka ndodhur aksidenti. Në të njëjtën kohë është bërë edhe verifikimi i dokumentacionit të mjeteve dhe i drejtuesve të tyre. Si pasojë e përplasjes ka mbetur i lënduar lehtë drejtuesi i motorit. Ai ka marrë ndihmën mjekësore dhe më pas është transportuar për kontrolle të mëtejshme, ndërsa burime pranë bluzave të bardha bëjnë me dije se gjendja e tij shëndetësore aktuale është jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet policore po punojnë për të përcaktuar me saktësi shkaqet e aksidentit, ndërsa po shqyrtohen të gjitha pistat duke përfshirë shpejtësinë e mjeteve, respektimin e sinjalistikës rrugore, si dhe rrethanat e lëvizjes së tyre në momentin e përplasjes. Ky aksident vjen në një ditë që mund të cilësohet si një e martë e zezë për sigurinë rrugore, pasi në rrugën Radhim Orikum u shënua në mëngjes një aksident me pasojë vdekje. Edhe pse në rastin e rrugës transballkanike bilanci është më i lehtë, ngjarja shërben si një tjetër këmban alarmi për nevojën e rritjes së kujdesit nga të gjithë përdoruesit e rrugës.